E para, unë dënoj heqjen dhe përdorjen e inflamuar të ambasadës shtetit izraelit në Tiranë nga një protestuese e maskuar gjatë asaj mbrëmje. Kjo për mua, por jo vetëm për mua, edhe për gjithë shqiptarët, ky është një akt i turpshëm që bie ndesh edhe me traditën e gjatë që shqiptarët kanë, pra me traditën e mikpritjes, harmonisë dhe respektin për njëri tjetrin dhe shtetet miqe. Kështu që unë mendoj që ajo protestues dhe ose ai gjest nuk e përfaqëson as Shqipërinë dhe as popullin shqiptar. Mendoj që ajo protestues që ka qenë e maskuar, ato përfaqësojnë vetëm ata që kërkojnë të provokojnë, të përqajnë dhe të përhapin urrëtie mes shqiptarëve, duke shpërdoruar dhe keq përdorur në mënyrën më të qëllimshme të drejtat dhe liritë që ka ky vend. Kështu që distancohem dhe patjetër e dënoj. Nuk kanë asnjë lidhje me ne. E para ne bim dakord që kjo protestë nuk ka asnjë lidhje me atë që supozohet që filloi me Sazanin dhe Zvërnecin, sepse qeveria paktën e tregoi që dokumentacioni i procesit dhe gjithë çësia dokumentuar është qartë dhe është në lartësinë e interesit publik dhe standardeve ndërkombëtare. Por ajo që dua të them unë është që kjo protestë po godet imazhin e Shqipërisë dhe sezonin turistik duke ushqyer perceptim negativ për të parë vërtetat e vendit tonë, duke treguar vendin tonë si një vend jo miqësor ndaj mjedisit, jo mikpritës për investimet e huaja. Unë mendoj që kjo protestë po ka filluar që të drejtohet nga një turm njerëzish që kanë mendje të liga dhe duar të këqija ndaj shqiptarëve. Dhe këtë e mendoj edhe ju e keni ndjekur që e ka pranuar dhe një nga organizatorët e protestës, mos gaboj, Arben Kola, i cili thotë që mes nesh ka ca grupe të infiltruara serbe dhe greke, të cilat po punojnë kundër Shqipërisë. Dhe unë du t'ju siguroj që gjitha ato do të dalin. Unë mendoj që shumë shpejt, edhe pse mendoj që ka filluar pak nga pak, kjo do ndahet. Do ndahet sepse shumë shpejt dhe protestuesit do habiten kur të informohen se nga cilat grupe është organizuar e gjithë kjo gjëja. Pra, siç e thash edhe më lart, vetë organizatorët e pranojnë se mes tyre ka një grup të infiltruar. Dhe a di që ata të informohen me të vërtetën e protestës, unë mendoj që a ditë do të ndahet nga pjesa e shëndetshme të kjo pjesa e pashëndetshme. Unë mendoj që kjo qeveri dhe kjo mazhorancë për herë e ka pasur frymën e komunikimit me protestuesit. Që në krye të herës kryeministi Rama ka thënë, nxirni ca përfaqësues tuaj dhe hajdeni të komunikojmë. Kështu që mendoj që në të njëjtën nivel komunikimi do jetë prap, por a di që ata ta kuptojnë të vërtetën e protestës. Elektorati im në zonë, ata kanë qenë të bindur dhe të sigurt për çfarë po votojnë. E para kanë qenë bindur dhe të sigurt që po votojnë një program të Partisë Socialiste të Edi Ramës dhe kanë qenë bindur dhe të sigurt që po votojnë një kandidat që i përmban dhe që i përmbahet atyre që thotë. Kështu që elektorati im dhe shumica e elektoratit në Shqipëri është e pa helmuar nga kjo protestë. Ata vazhdojnë të mbështesin politikat për cilat vetë ata i kanë votuar, por dhe politikat që po bëjmë ne, ata vazhdojnë të mbështesin gjithë deputetët, sepse besojnë te programi për Shqipërinë Bashkimin Evropian. Këtë mendoj që është shumë e thjeshtë që ta rikthejmë në kujtesë, ku mendoj para rreth një viti është bërë nga Bashkimi Evropian një anketë në Republikën e Shqipërisë dhe me shifrat mund mos jem korrekt dhe kërkoj ndjes, po mendoj se rreth 94-95%
e shqiptarëve kanë votuar pro. Dhe ne pikërisht këtë program ju dham shqiptarëve para një viti në zgjedhje dhe këtë program ata e votuan masivisht. Jo, nuk kam pasur fare në mendje zgjedhjet e parakohshme, sepse ne për rreth para një viti kaluam zgjedhjet ku populli foli me votë, diaspora gjithashtu foli me votë. Kështu që kam patur parasysh që çdo pakënaqësi zgjidhet në mënyrë demokratike dhe mënyra demokratike është vota. Vota është atë ditë që kur t'jetë koha për zgjedhjet e ardhshme, kështu që nuk e kam fare dhe nuk mendoj që është në planin tonë zgjedhjet e parakohshme. As pak, sepse ne na kanë votuar shqiptarët. Po, Mariana Koçeku është të larguar nga Partia Socialiste duke e kam të informacion duke referuar atyre që kam parë nëpër media. Sepse Mariana Koçeku nuk ka pru një kërkesë zyrtare në grupin ton për të larguar. Kështu që ndërkohë në aspektin personal dhe si koleg i saj në këtë parlament, nuk më duket një veprim i drejtë, nuk më duket një veprim i duhur në aspektin e kolektivit, për arsye se në grupin ton fjala është e lirë për të thënë për çdo pakënaqësi apo paqartësi që ti mund kesh. Dhe unë kam qenë prezent në çdo mbledhje të grupit dhe nuk kam parë asnjëherë që kolegja të thotë diçka që nuk i ka pëlqyer. Gjithashtu personalisht dua të them që nuk më pëlqen vendimi i asaj. Nuk më pëlqen sepse mandati i Mariana Koçekut është mandati i Partisë Socialiste të Socialistëve të Shkodrës. Tu nuk dua të bëj një ndasi mes listës së mbyllur dhe listës hapur, pasi unë jam i bindur që lista e mbyllur, ata që kanë qenë listë mbyllur janë dhe si rezultati i kontributit ndër vite në Partinë Socialiste dhe në shoqëri aty, ashtu siç janë dhe nga lista e hapur. Por jam plotësisht i bindur që Mariana nuk e ka kontributin kaq të madh të Partia Socialiste që mandatin e socialistëve të Shkodrës të thotë është i Marianës. Unë miqësisht si koleg patjetër që do i sugjeroja që mandati u kthejë socialistëve dhe t'i rrije Partisë Socialiste të Shkodrës.